Pëllu Shqipëria dhe ndroj flamurin. Po, duhet ta ndroj flamurin shtetëror. Mund të hesh Shqiponjen për shembull të përdor vajonte të tjera. Kjo është rata e shkëputur, e shpërndar kudo, e Qa thuar e qyp Mallakasi, ore nga dalin këto. Ky është një politikan i vëvës. Më duket vendose, diçka e tillë. Nuk marr vesh nga politika, por më duket se është në Kosovë. Dhe pas ka thënë një deklaratë tjetër, ka thënë që flamuri duhet ndryshet të heqë Shqiponjën të bëri një simbol tjetër. Unë nuk e di sinqerisht, unë e dua kurajon e këtyre për të dalë për të bërë këto lloj deklaratësh. Jo për këto deklaratësh, po për të pasur më shumë gjëra, për të marrë përsipër gjëra në jetë. Ndoshta më të mëdhaja, më shumë se sa kapaciteti im. Po që të marrësh ato, do kurajon siç ka ky që del e flet për shembull për këto gjëra. Unë nuk e di, domethënë, se ka një gjë. Se këta lloj njerëzish kështu, për shembull, fliqin gjithë zinxhirin, e kupton, e njollosin të gjithë zinxhirin ton, atë zinxhir që neve kërkojmë ta mbajmë sa më të bashkuar, sa më të shtrënguar me njëri tjetrin, pra sa më të lidhur me njëri tjetrin. Po kur dalin të tillë njerëz, apo si ata që në performate shfrytëzojnë na jena të Kosovës, edhe ju të Shqipënisë, na të Kosovës, na të Shqipënisë, lesh presh më tresh, unë këta lloj njerëzish i urrej jashtëzakonisht. Nuk e kam përdorur shpesh se nuk kam kohë të urrej njëri, por me gjithmend janë neveri njerëz këta lloj kështu që fusin këto përçarjet ose bëjnë këto nacionalizimet e shpifura që del i tillë ky personi që nuk e dim nëse se sa shkollë, sa universitet, se nëse do të ishte njëri me shkollë me universitet e me logjik, mendoj që nuk do ta thoshte këtë pjesë, sepse nuk ka lezet. Vetë legjendari për shembull, që ka dhënë jetën me jetu, se me pas dit ai se për qa pas ka luftu, do t'ja kish lujt fen se kish ngre kamzën e pushkës, por që me pas dit ai për qa ka vdekur, e kupton, ndoshta kish heq dorë nga lufta, por është tjetër lloj gjaku, tjetër lloj njeriu ai Ramitliu. Atëherë kur varros u përcoll me të tillë flamur, u mbulua me këtë flamur. Është flamuri që ne na identifikon. Është turp i madh për shembull të shprehim këtë lloj vreri, edhe të përçajmë njerë të rinjtë e sotshëm, ku nuk marrin vesh të rinjtë e sotshëm për shembull nga historia që kemi neve, historia e dy vendeve që jemi ne për shembull që flasim jemi dy vende, flasim një gjuhë, kemi një gjak, kemi një traditë, një edukate, një gjitha, dalin tani të talloj vemjesh për shembull, do të hiqet flamuri i Shqipërisë. Ç'është kjo deklarat pa sens? E kuptoni, i ndritët punët e tjera ju të politikës dhe tashtë unë ngelit për të hequr flamurin, për të hequr Shqiponjën të flamuri i Shqipërisë. U pika që su bie, u që su mera i muti, su merë shalt. Shoh rajt e drejqit.